Po, ne do të shkojmë në grev, në datë 15 do të shkojmë në grev, ku punonësit do të pezullojnë punën, të gjithë nafattarët e shoqërisë Bankers do të pezullojnë aktivitetin e tyre të punës. Kjo në shkak të pagave diskriminuese që shoqëria ka aplikuar deri tani. Ne kemi kërkuar rritjen e pagave dhe uljen e disnivelit të pagave të ulta me pagat e larta. Për shkak të punës që nafattarët bëjnë, volumit të punës, vështirësisë së kësaj pune, të ardhurat që sillen kompanisë Bankers edhe pagat në nivel kombëtar që janë sot në Shqipëri, kemi gjykuar që nafattarët e shoqërisë Bankers nuk duhet të paguhen më pak se sa 1.000 euro paga bazë në muaj. Por sa kushton kjo rritje për kompaninë, kjo rritje e pagave në këtë nivel për kompaninë për një vit? Kjo rritje në këtë nivel të pagave për kompaninë për një vit kushton më pak se sa kontratat që kompania ka lidhur me mediat më të mëdha në vend, të cilave u kërkoi që publimi i një majt e bërë nga sindikata e sektorit të hidrokarburë të mos jepej në këto mediat më të rëndësishme kombëtare në vend. Gjithashtu, kostoja që ne kërkojmë për 400 punonës, që pagat të jenë jo më pak se sa 1.000 euro neto, është më e vogël se sa paga e një viti të zotit Ketzu, këshilltarit ligjor të dalë në përgjimet e prokurorisë. Është një pagë rreth 800.000 euro dhe më shumë se 800.000 euro gjithë vitin i një personi, dhe rritja që ne kërkojmë për 400 veta për gjithë vitin është më pak se sa kjo vlerë. Prandaj, shoqëria duhet ta marrë konsiderat kërkesën tonë, ose ne do të shkojmë në grev pa afat. Vendimi është marrë, datë 15 shihemi në grev.